Profesor Karaj, një ndeshje super dramatike, shpeshherë ballafaqimet klasike, Vllaznia Tirana përfundon me shtesë me 1 pikë apo me diferenca të ngushta. Ishte me të vërtetë lojë shumë e bukur dhe shumë e luftuar, vetë fakti që në shtesë edhe po themi me një kohë të fundit u vendos edhe fitoria, patjetër që është ndeshje e bukur, siç e the ti e thamë edhe çfarë që me Vllaznin gjithmonë është një rivalitet që një kosh ose 2 kosha maksimum e ndajnë gjithmonë fitore. Siç u mundëm në Farie, po themi me 3 pikë, arritëm të fitojmë këtu me 1, kështu që kjo është edhe e bukur në fundit. Profe, meritoi Tirana fitoren sot në Shkodër? Mendoj që e meritoi, patjetër. Do të luftuam për 45 minuta, nuk u tërhoqëm pavarësisht se kishte disa momente shumë jo të mira, po themi në mbrojtje sidomos, po edhe në sul pastaj nuk arritëm të ishim të saktë, të vendosim pikat aty ku dëshironim, por në fund fare fitosi thonë që nuk gjykohet, por që ne e marrim këtë fitore dhe patjetër që nxjerrim dhe mësime nga gabimet. Profesor, po periudhës së tretë Tirana në avantazh për 10 pikësh, Vllaznia e përmbysi dhe ishte shumë pranë fitores, vetëm e shpërtoroi vetë. Po, është e vërtetë, siç e fituam 10 pikë, ashtu edhe patëm një parcial 12-0 për Vllaznin që na doli 2 pikë përpara, kështu që thash nuk bëm disa gjëra shumë mirë, por në fund fare vlen ai koshi i Mozës që na dha fitoren. Si e shikon vazhdimsinë një Tiranë pretendente për? Ja, është e vështirë me thënë drejtën, është shumë e vështirë. Çdo ekip do mund të fitosh, unë jam thënë që kur ishim këtu, nëse mbaj mend para 2-3 muajve, mos gaboj, që humbëm në ligë unike me një rezultat shumë të madh, që kampionati është nga i parë deri 6-ti, nuk di se me kë mund të fitosh dhe me kë mund të humbësh, nuk bëhen dot llogari, kështu që unë s'bëj asnjë llogari, unë bëj vetëm llogarinë, ndeshjem me Durrësin që e kam Faria dhe inshallah performanca të jetë e njëjtë edhe fitoria gjithashtu. Sukses. Faleminderit.